Politik, heqin blom. Shumë të ndëruara motra dhe vëllezër, të ndëruar pleq, jam shumë emocionuar, por i lumtur që kam mundësin sot para jush të vërtetoj një tezë historike për mbjetesën e shqiptarëve. 1945 kur hyn partizanët thanë ne ma vishe tua tjeta, ima tua tjeta, ima 2008 në vitin 2008 në Shkup, në teritorit ku jetojnë shqiptarët Maqedoni, ka tunga tjeta dhe do t'jetë për e. Është atmosferë e jashtëzakonshme, jam shumë i lumtur njëjtën kohë që këtu shoh njerëz të lumtur, të gëzuar, me ftyra të qeshura. Vetëm du t'i përkujtoj për një fakt historik tjetër që është duke ndodhur, ftyrat e zymta si toka e zezë, Bëdërin edhe Anin. Të gjithë shqiptarët janë të gëzuar edhe të lumtur për shkak se po rëmullaksohet dëshira historike e shqiptarëve. Prej luftës së Skënderbeut para 500 vjetëve deri te Sulejman Vopsi i Shkup, përfundimisht shqiptarët nëpërmjet të projektit të integrimeve në NATO dhe në Unionin Evropian do t'jenë bashkë. Nuk do t'ketë kufi me shqiptarëve, nuk do t'ketë viza, nuk do t'ketë bariera për shqiptarët. Ne, të nderuara motra dhe vëllezër, si gjenerat kemi edhe një fat historik. E jetojmë fazën më të lumtur të kombit shqiptar. Megjithatë, ju lusë që gjersa jemi të lumtur të përkujtojmë me miliona shqiptarë që janë vrarë për këtë ide, për shqiptarët që jenë bashkë për NATO dhe për Unionin Evropian. Kombi jonë ka dhënë sakrifisa shekullore. Ata sakrifisa nuk ka qenë vetëm për interesat e shqiptarëve, po sakrifisat e shqiptarëve janë dhënë edhe për të mbrojtë civilizimin perëndimor evropian. Besoj se patyshim kjo gjeneral e shqiptarëve të përgatitur, të mençur, e kanë parasysh se kur ne para 500 vjetëve mbrojtëm civilizimin perëndimor na ktheu borxhin. Betejat tona politike edhe të kosovarëve, edhe shqiptarëve të Maqedonisë, edhe të Shqipërisë, të nderuar prezent, nuk do të realizoheshin pa presidentin Bush, Clinton dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
bashkërisht I falenderoj dhe ju përkundemi për ndihmën që I dhanë kombit shqiptar. A flasim pak për Maqedoninë tash. Ne kemi program dhe platform me të cilën I ngrisim kapacitetet, të drejtat dhe forcën tonë. Asnjëherë në histori shqiptarët, asnjëherë në histori PD-SHA nuk ka bërë programe për t'i dëmtuar të tjerën. Ne e porosisim Maqedoninë bashkë qytetarët tonë Maqedonës, se Maqedonia ka vetëm një rrugë, NATO, NATO dhe NATO. Nuk do t'jemi ne fajtor për destabilizimin e Maqedonisë. NATO-ja na duhet neve, u duhet Maqedonasve dhe të tjerëve. NATO-ja hap perspektiva për gjithë qytetarët e Maqedonisë. Andaj, ju lusë që të në mbështetni fuqishëm me datën 1 qershor. Motra dhe vëllezër, besoj se kanë të drejtë me këmbgulje ta kërkoj besimin dhe bekimin për jush. Ky punë nga mësuar që asnjëherë kombit tim mos t'i marrë asgjë. Dhe ne jemi e vetmja parti shqiptare. S'kemi kërku viktima dhe gjeme vasha për të vrarë. S'kemi kërku miliona. Vazhdojmë të kërkojmë vetëm besimin dhe bekimin tuaj. Unë për dalim për ati tjetrit, I qeni është kriminal ordinar, pas qeverisjes ti qëndrojnë, pas qeverisjes ti qëndrojnë 500 jenë të vranë në mënyrën më të mishtërshme. Nuk bëhem qyqar, nuk bëhem mashtrus, nuk bëhem në përvrimat e mirë. Unë ju lusë, ma jepi mbështetjen, u garantoj se kam moshën, shëndetin, pjekurin dhe diturin për t'ju dheq juve për para.